Kurdo që t'ka thonë që sot është vështirë me gjetë punë, më shumë gjatë nuk u kanë mirë informuar. Nëse e din sa do pak gjuhën angleze ose gjermane, ki gjendshmëri dhe ki një laptop, ti mundesh më kryq në tregun. Unë kur kam fillu me punu me klient huj, me klient ndërkombëtar, jem konë paralelisht të studiu për një infermieri. Normalisht që si infermieres, ku mujt mi ofru shkallësitë e mia në botën digjitale, se nuk ka ndonjë lloj lidhshmëria. Megjithatë, e kom ditë që anglishtën mirë dhe kom pas gjendshmëri ose shkallësi kompjuterike, kom ditë me bën pak folumtime ato këto, e kom ditë me gjetë informata që më kanë dashur, edhe i kom shfrytzuar çdo shkallësi për me mujt me marr punën e parë. Puna jam e parë u ka me një klient amerikan, i cilit ju ka dashur dikush që është kogja i vëmendshëm në detaje. Kom pas për detyrë me i kopju të dhëna prej një faqe dhe mi vendos në një Excel sheet. Sigurisht që tu menu jo, bese s'ka shansa duket hajgare, dhe beson që edhe mu ka duk hajgare. Kom thonë jo, bese s'pagun kujkush për këtë punë. Ama çuditësh për çfarë shkallësish janë gjendje klientët ndërkombëtar me pagu, edhe që ti mundesh me shfrytzu ato shkallësi që i ki mi ofru edhe mi përmbush ato nevoja dhe kërkesat që ata. Unë kur kam startu, domethënë kam startu si data entry specialist, kom bë copy paste të thonave, transcriber pak a shumë. Më pas pa ta marrë një punë tjetër si virtual assistant, tani u ta promote te chief operating officer e tash punoj si Amazon brand manager edhe chief of staff. Normal që me AI sanet kanë ndryshu pak se shumë, po cilat janë disa nga profesionet më të kërkuara në botën digjitale, edhe cilat shkallësi ti mundesh me i zhvillu në mënyrë që me pas më lart një kyç tregu të punës. Normalisht që tregun mendoj mos se dominojnë punat të cilat lidhen me teknologjinë, duke startu me Cyber Security Developer, AI Professional, Blockchain Developer, User Experience Designer, Mobile App Developer, IT Support Specialist, Web Developer. Në rendin e dytë prej profesioneve më të kërkuara, vijnë profesionet të cilat lidhen me marketingun. Media Buyer, Public Relations Manager, Digital Marketing Consultant, Copywriter, SEO Specialist, Social Media Manager. Tani vijnë punët të cilat lidhen me kreativitetin. I kemi Videographer, Photographer, Technical Writer, Editor, Web Designer. Gjithashtu, ka shumë kërkesë ka edhe për këto profesione. Business Consultant, Data Analyst, Project Manager, Virtual Assistant, E-commerce Specialist. E nuk bën asnjë me harru kërkesën që është në tregun e punës për profesionet të cilat lidhen me financa dhe ekonomi. Financial Consultant dhe Accountant. E ti krejt çka duhet me ditë është se cilat shkallësi dhe eksperienca tua janë duke u kërkuar në tregun online të punës, ose se cilat prej profesioneve të cilat janë të kërkuara, janë lidhen me pasionet e tua ose diçka që ti mundesh me mësu shpejt, me zhvilluar shkallësi edhe me janis. E nëse nuk je të ditë kam janis, unë të ftoj që me na u bashku në rrugtimin tonë për krejt pyetje dhe paqartësit, me na shënu në Nesja_freelance hub në Instagram dhe me ndjek videot e tona të ardhshme në YouTube. Deri videon tjetër, miru dëgjofshim.